Në fakt, unë jam habitur, sepse duke parë moshën, mendoja që djali i ri do të kishte ndonjë farë përgjegjësie për pozicionin që kanë, do të kishte ndonjë farë reflektimi për atë që ndodhi, do të kishte ndonjë farë morali në raport me publikun, nuk po them me opozitën, dhe jemi habitur të gjithë, dhe në fakt ato fjalët që ju thoni ishin minimalisht, që thanë kolegët, ishin shumë minimale në krahasim me atë që dëgjoje, sepse ti atje dëgjoje fajin e Kasaliu, dëgjoje historirat vitit ku ai mishi nuk tha fajin e ka Ahmet Zogu, apo fajin e ka dikush tjetër nga historia e Shqipërisë për atë që ndodh në 12 vite në Shqipëri. Pra, një absurditet që besoj dhe kolegët e mazhorancës, ata që mund të kenë atje që kanë një logjik të ftohtë, janë habitur për nga niveli i diskutimit i papërgjegjshmërisë së një ministri, dhe që na thoshte neve që të na vi turp neve si opozitë për atë që ndodh aty në mungesën e sigurisë në shtetin shqiptar, në ambientet e institucioneve shqiptare, në përditshmërinë e shqiptarëve, në dëshktoja rezultatet të atë reformës në drejtësi, po nëse rezultatet e reformës në drejtësi janë vrasja e gjyqtarit, tani automatikisht e kupton se çfarë reforme ke bërë, edhe çfarë drejtësie jep, edhe çfarë reflektimi do duhet bësh edhe si qeveri edhe si parlament, se ke mazhorancën ku mund të bësh ndryshime ligjore.